Detajet të reja janë zbardhur nga vrasja e 65 vjeçarit Selim Velsula nga kushëriri e tij, Hasbi Velsula, në fshatin Xibër të Klosit. 28 vjeçari e goditi 65 vjeçarin disa herë me thik, teksa ishte duke kullotur bagëtit. Burime për News 24 bëjnë me dije se 28 vjeçari Hasbi Velsula e ka thirrur 65 vjeçarin me arsyetimin se kishte diçka për t'i thënë, ku dhe e ka goditur menjëherë. Këtë të njëjtë, familja e Selim Velsulës ka hapur dyert e mortit, ndërsa bashkëshortja dhe vajza e viktimës pretendojnë se vrasja ka qenë e mirë menduar, pasi 28 vjeçari, veç thikës, ka pasur me vete edhe mjete të tjera për të goditur Selim Velsulën. Mendohet që është në gjendje depresioni, ka qenë i smur. Sa heq? E ka ardhur me vedije, po të ishte në depresion, nuk u niste nga Tirana me me vedije, ka ardhur përgatit, ka ardhur me huj, ka ardhur me thika. Baba im ka qenë të kullot lopës, ka pas as i lloj faj, as ka pas zanka me ta, as ka pas bë fjalë në emër. Na nuk a falim kur gjakon ton. Na duam dënohet me burgim përjetshëm. Ose ai qoftë se do dali lirë, na nuk a falim gjakon. Dishkim tim fond. Ta gjujt e ka godit në muj, e ka godit në thika, e ka çan. Pastaj e ka lënë aty shuk, e ka tërheq zvarr, nuk ka hik. E ka tërheq, e ka nxjerrë rrugët. Autori jetonte në periferi të Tiranës bashkë me familjen, ndërsa menjëherë pas krimit ka telefonuar motrën e tij, duke i thënë se ka vrarë Selim Velsulën. Ka qenë pikërisht motra e autorit ajo që ka njoftuar policinë për ngjarjen e rëndë, ndërsa viktima u gjeti shtrirë në rrugë nga një banor i fshatit Xibër. 28 vjeçari u arrestua nga policia dhe po hetohet për zbardhjen e shkaqeve të kësaj ngjarjeje.